Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni duket se kanë lënë pas tensionin e nisur mes tyre gjatë samitit të BE-s në Tiranë. Gjatë samitit, Meloni nuk u ftua të merrte pjesë në një telefonatë të përbashkët me Donald Trump. Ajo u tha gazetarëve italianë se ishte bllokuar për shkak të refuzimit të saj për të dërguar trupa në Ukrainë si pjesë e një koalicioni të vullnetit të propozuar. Macron, i cili ishte në bisedë me Sir Keir Starmer, Donald Tusk, presidentin e Polonisë dhe Friedrich Merz, kancelarin gjerman, akuzoi zonjën Meloni për përhapjen e dezinformatave, por duket se të dy liderët kanë vendosur të shkrinë akujt. Sipas mediave italiane, të martën më 3 qershor në Rom, do të zhvillohet një takim i rëndësishëm mes kryeministres italiane dhe presidentit francez. Lajmi konfirmohet nga burimet të Palazzo Chigi, të cilat bëjnë me dije se në qendër të bisedimeve do të jenë temat kryesore të agjendës dypalshe, asaj europiane dhe ndërkombëtare, raporton Corriere della Sera. Takimi vjen pas një periudhe tensionesh të përsëritura mes dy liderëve, që kulmuan sidomos mbi pozicionet ndaj Ukrainës, krizës së migracionit dhe vlerave sociale në dokumentet zyrtare europiane. Më 14 qershor 2024, në samitin e G7 në Pulja, Macron kërkoi që të përfshihej drejta për abort në deklaratën përfundimtare, një kërkesë që u refuzua dhe takimi me Melonin u përshkrua si i ftohtë. Për 17 tetor 2024, në Këshillin Evropian të Brukselit, Franca kundërshtoi projektin e Italisë për të vendosur qendra migracioni në Shqipëri dhe bashkë me Spanjën dhe Gjermaninë bojkotuan një takim të thirrur nga Meloni për të diskutuar krizën, por përplasja më e drejtë për drejtë ndodhi më 16 maj 2025 në Tiranë dhe bëri mjaft bujë në mediat e huaja. Takimi i 3 qershorit shihet si përpjekje për të rifilluar dialogun dhe për të evituar thellimin e përçarjeve mes dy shteteve kyçe të BE-s në një moment kritik për stabilitetin evropian dhe pozicionimin ndaj luftës në Ukrainë.